ndikimin në Ballkan i rendit të ri botror të Trumpit. Po, domethënë Ballkani për momentin nuk është prioritet i politikës së jashtme amerikane. Meqense se politika e jashtme amerikane tani është gati të themi plotësisht në duart të presidentit Trump, ai cakton orientimet, ai cakton prioritetet, ai cakton domethënë ato që kërkon ti zbatoj. Dhe për shkak se tani tema kryesore janë Ukraina, janë Gaza, janë Kina, janë marrëdhënie tregtare, nuk ka edhe kohë dhe energji për ndonjë ta themi për të marrë me Ballkanin në mënyrë të intensive. Dhe kjo megjithatë mund të ketë domethënë pasoja indirekte për Ballkanin, kuptohet, sidomos nëse ndodhin për shembull ndryshime të mëdha të orientimit strategjik amerikan, nëse fillon tërheqja e trupave, nëse ka për shembull është përfolur për shembull edhe që SBA-t të heqin dorë nga udhëheqja e NATO, që udhëheqjen e NATO-s t'ia lënë në dorë evropianëve. Kjo do të ketë ndikim të madh, domethënë edhe në sigurinë dhe në gjeopolitikën e Ballkanit. Por megjithatë, për shkak se faktor kryesor në Ballkan akoma është Bashkimi Evropian, kjo dhe hap mundësi Bashkimit Evropian që të ketë një rol më aktiv në rajon, sidomos për shembull duke përshpejtuar proceset e antarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor, Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe vende tjera. Dhe kjo ndoshta është në atë pikë ndoshta një moment pozitiv për Ballkanin, ose mund të jetë një moment pozitiv duke e përforcuar domethënë praninë dhe pjesëmarrjen evropiane në Ballkan. Pra, jo çdo e keqe vjen për keq, ndoshta në këtë moment zgjohet Europa për na përfshirë brenda saj. Po, sakt. Domethënë mendoj që kjo është një moment të ri për Evropën që të rikonsideroj qasjen e saj ndaj Ballkanit, ndaj shteteve të cilat posënojnë antarësim në Bashkimin Evropian dhe të përshpejtoj proceset e pranimit. Kjo nuk duket njëherë për njëherë në horizont, por prap mund të jetë një temë që mund ngritet nëse ndodhin këto riorientime të mëdha gjeopolitike siç janë paralajmëruar në disa forma. Profesor, një pyetje të fundit kam për ta mbytur aty ku e nisim për situatën brenda në SBA. Trumpi erdhi me premtime të mëdha për emigracionin, për ekonominë, mes të tjerash, për uljen e çmimeve, inflacionin, ndërkohë që lufta tregtare si po ndikon te kjo? Dhe a mendoni që në zgjedhjet e mes mandatit mund të jetë ndalesa e vrullit të Trumpit? Po, zoti Trump, domethënë një nga përparësitë e tij, domethënë gjatë fushatës elektorale ka qenë besimi të cilët elektorati ka pas në aspektin e politikave ekonomike. Mirë po, që nga ardhja e tij në pushtet, masat të cilat ai i ka ndërmarrë, sidomos këto tarifat, domethënë të cilat i ka futur ndaj shteteve, jo vetëm shteteve si Kina, por edhe shteteve partnere si Kanadaja, si Meksikoja, që ka krijuar një pasiguri të madhe ekonomike, e cila është parë edhe në tregje dhe në indikator tjerë ekonomik, të cilët tani janë në rënje. Rritja ekonomike për shembull është ulur si vjet, ose prognozat janë ulur shkaku i politikave të zotit Trump. Jo për shkak vetëm të përmbajtjes së tyre, por për shkak edhe të pasigurisë, sepse zoti Trump sot paralajmëron një tarif, nesër ndryshon mendjen, sot është 25%, nesër është bjen 10%. Domethënë kjo pasiguri krijon domethënë sidomos te bizneset një pamundësi për të planifikuar, për të domethënë orientuar investimin, për të orientuar prodhimin etj. Dhe kjo domethënë ka pasur ndikim mjaft negativ. Tarifat sidomos dihet që ato mund të kenë efekt edhe në çmime, sepse ato janë një lloj takse që vendoset mbi importet në SBA, dhe ato do të kenë ndikim edhe të konsumatorët, kështu që edhe të konsumatorët ka, siç tregojnë sondazhet, ka domethënë tani një pasiguri, një frikë se gjendja ekonomike mund të marrë një drejtim negativ. Dhe në këtë moment domethënë është herët për të treguar nëse gjatë zgjedhjeve të
midterms që do ndodhin në vitin e ardhshëm, do të ketë ndonjë ndryshim, ka kohë deri atëherë dhe varet edhe si vepron administrata e zotit Trump në planin ekonomik. Por një për njëherë duket që drejtimi ekonomik që cilin e kanë marrë SHBA nuk është pozitiv. Profesor, faleminderit shumë për gjithë analizën. Faleminderit shumë edhe faleminderit për ftesën.